Në këtë moment, ndërsa leconi këto fjalë, diçka e madhe po lviz në errësirën e jashtme të sistemit ton diellor. Diçka aq masive sa masa e saj është 10 herë më e madhe se e tokës. Diçka që nuk e kemi parë kurrë, por efektet e së cilës i kemi matur me precicion shkencor. Në vitin 2016, dy astronom nga Instituti Teknologjik i Kalifornisë, Konstantin Batygin dhe Michael Brown, publikuan një studim që tronditi komunitetin shkencor. Ata nuk zbuluan një planet të ri, ata zbuluan diçka më shqetësuese. Prova matematikore se ai planet duhet të ekzistojë. Imagjinoni se po ecni në një dhomë të errët. Nuk shihni asgjë, por ndjeni se diçka e madhe është aty. E ndjeni nga mënyra se si lviz ajri, nga tingujt e vegjël, nga ndjesia instinktive se hapësira nuk është bosh. Kështu ndjehet tani astronomia moderne kur shikon në skajin e sistemit diellor. Ne nuk e shohim planetin e nëntë, por e ndjejme, e matim, e llogarisim, dhe çdo vit që kalon, provat bëhen më të forta. Michael Brown është njeriu që vrau Plutonin. Në vitin 2005, ai zbuloi Erisin, një objekt aq të madh sa Plutoni, dhe kjo zbulim çoi në ridefinimin e asaj që quajmë planet. Plutoni u degradua. Brown u bë i famshëm si shkencëtari që zvogloi sistemin diellor nga 9 në 8 planet. Por tani, më shumë se një dekadë më vonë, ai po punon për ta kthyer atë numër përsëri në 9. Ironia është e hidhur dhe e bukur njëkohësisht. Në laboratorin e tij në Pasadena, Brown dhe Batygin filluan të studiojnë diçka të çuditshme. Objekte të vogla përtej Neptunit, të quajtura objekte transneptuniane, po silleshin në mënyrë të pazakontë. Orbitat e tyre nuk ishin aty ku duhej të ishin. Ishte sikur diçka i tërhiqte, diçka e madhe, diçka e largët, diçka e padukshme. 6 objekte specifike tërhoqën vëmendjen e tyre. Sedna 2012V, P113, 2013R, F168. Çdo një prej tyre ishte në një orbitë ekstreme, të zgjatur, që i çonte ato miliarda kilometra larg diellit. Por këtu ishte detaj që i bëri shkencëtarët të ngrinin kokën. Të gjitha këto orbita ishin të rreshtuara në të njëjtën drejtim. Të gjitha kishin të njëjtin kënd, të gjitha tregonin drejt të njëjtit rajon të hapësirës. Probabiliteti që kjo të ndodhë rastësisht është 0.007%, më pak se 1 në 1000. Në shkencë, ku sheh një model kaq të fortë, nuk është më rastësi, është sinjal. Është prova e diçkaje që po vepron. Batygin, një fizikan teorik i trajnuar në dinamikën orbitale, filloi të ndërtoi modele kompjuterike. Ai simuloi sistemin diellor me mijëra variante të ndryshme, shtoi planet imagjinar në vende të ndryshme, me masa të ndryshme, në orbita të ndryshme. Dhe pastaj vrapoi simulimet për miliona vjet virtual, duke parë se çfarë do të ndodhte me objektet transneptuniane. Vetëm skenar prodhoi rezultatet që ne shohim në realitet. Vetëm një konfigurim shpjegoi rreshtimin e çuditshëm të orbitave. Një planet me masë 10 herë më të madhe se Toka, në një orbitë eliptike ekstreme, me një periudhë orbitale prej 10 deri në 20.000 vjet, në një largësi mesatare prej 700 njësi astronomike nga dielli. Për krahasim, Neptuni është 30 njësi astronomike larg. Ky planet hipotetik është 23 herë më larg se Neptuni. 700 njësi astronomike do të thotë 105 miliard kilometra. Në atë largësi, dielli duket si një il i ndritshëm, por jo më shumë. Temperatura është afër zeros absolute. Errësira është pothuajse absolute, dhe nëse ky planet ekziston, ai ka qenë aty duke u rrotulluar në heshtje që nga lindja e sistemit diellor. Por pse nuk e kemi parë ende? Pyetja është e natyrshme dhe e rëndësishme. Përgjigja qëndron në shkallën e vështirësisë së detyrës. Ky planet, nëse ekziston, reflekton aq pak dritë sa është pothuajse i padukshëm. Ai lëviz aq ngadalë sa në jetën e një njeriu ai zhvendoset vetëm një pjesë të vogël të orbitës së tij. Dhe hapësira që duhet kërkuar është e paimagjinueshme e madhe. Imagjinoni se po kërkoni për një top golfi të zi në një fushë futbolli. Tani, zmadhoni atë fushë sa gjithë kontinenti i Azisë dhe bëjeni natën, pa hënë. Kjo është shkalla e sfidës.
Teleskopët tanë më të fuqishëm po skanojnë qiellin, por qielli është i madh dhe planeti është i vogël dhe i errët. Në vitin 2017, teleskopi ALMA në Kili kreu vëzhgjime të rajonit ku planeti i nëntë mund të jetë. Nuk gjetën asgjë përfundimtare, por as nuk e përjashtuan ekzistencën e tij. Në vitin 2018, teleskopi Subaru në Hawaii u bashkua në kërkim. Përsëri, asnjë zbulim direkt, por rajonet e mundshme u ngushtuan. Çdo vit që kalon, ne eliminojmë më shumë hapësirë bosh. Çdo vit, zona ku planeti mund të fshihet bëhet më e vogël. Dhe çdo vit, zbulohen më shumë objekte transneptuniane me orbita të çuditshme që përputhen me parashikimet. Në vitin 2020, një ekip nga Universiteti i Michiganit zbudoi një objekt të ri, të quajtur 2015b. Pjekëndësh 191. Orbita e tij, saktësisht aty ku modeli i Batigjinit parashikonte. Një tjetër pjesë e enigmës që përputhet, por këtu fillon pjesa më interesante e historisë. NASA nuk ka bërë asnjë njoftim zyrtar për planetin e nëntë. Nuk ka konferencë shtypi, nuk ka deklaratë zyrtare. Pse? Sepse në shkencë, veçanërisht në astronomi, një zbulim nuk është zbulim derisa të kesh vëzhgim direkt. Matematika mund të jetë e përsosur, modelet mund të jenë bindse, por pa një fotografi, pa një spektër, pa një matje direkte, nuk mund ta quash planet. Kjo nuk është konspiracion, kjo është metodë shkencore. Në vitin 868, astronomët zbuluan anomali në orbitën e Uranit. Llogarit matematikore sugjeruan një planet të panjohur. Në vitin 846, Neptuni u zbulua saktësisht aty ku matematika parashikonte. Por zbulimi zyrtar erdhi vetëm kur Johann Gall e pa atë përmes teleskopit të tij në Berlin. Historia po përsëritet. Ne jemi në vitin 845 të kësaj historie. Matematika është gati. Parashikimet janë bërë. Tani po presim për vitin 846. Po presim për momentin kur dikush do të drejtojë një teleskop në drejtimin e duhur, në kohën e duhur, dhe do të shohë një pikë të dobët drite që nuk ishte aty natën e kaluar. Por çfarë do të thotë kjo për ne? Pse duhet të na interesojë një planet i ftohtë dhe i errët në skajin e sistemit diellor? Përgjigja qëndron në atë që ai planet na tregon për historinë tonë. Nëse planeti i nëntë ekziston, ai ndoshta nuk u formua aty ku është tani. Modelet e formimit planetar sugjerojnë se ai u formua më afër diellit, ndoshta midis Saturnit dhe Uranit, dhe pastaj u hodh jashtë nga ndërveprimet gravitacionale me gjigantet e gazit. Ky proces, i quajtur shpërngulje planetare, është një nga ngjarjet më dramatike që mund të ndodhin në një sistem diellor të ri. Imagjinoni një planet sa djetë toka, duke u formuar në rajonet e brendshme të sistemit diellor. Ai rritet, grumbullon gaz, bëhet një gjigant i akullt, por pastaj Jupiteri dhe Saturni fillojnë të migrojnë. Orbitat e tyre ndryshojnë. Graviteti i tyre tërheq dhe shtyn. Dhe një ditë, planeti i nëntë merr një shtys shumë të fortë. Shpejtësia e tij rritet, orbita e tij bëhet eliptike dhe ai fillon një udhëtim drejt errësirës së jashtme. Ky skenar nuk është fantazi. Simulimet kompjuterike të formimit të sistemit diellor shpesh prodhojnë pikërisht këtë rezultat. Në fakt, do të ishte më e çuditshme nëse nuk kishte ndodhur. Shumica e sistemeve planetare që kemi zbuluar rreth jevë të tjera tregojnë shenja të migrimit planetar. Planete gjigante në orbita të çuditshme. Planete në vende ku nuk duhet të jenë. Kaosi është norma, jo përjashtimi. Por ka edhe një mundësi tjetër, më e çuditshme dhe më intriguese. Ndoshta planeti i nëntë nuk u formua në sistemin ton diellor fare. Ndoshta ai u kap nga dielli kur sistemi diellor ishte ende i ri, ende i zhytur në turmën e dendur të yjeve ku u lind. Dielli ynë nuk u formua në izolim. Ai u lind në një tuf jevësh, ndoshta me mijëra jetë të tjerë, të gjithë të formuar nga e njëjta re molekulare gjigante. Në atë mjedis të dendur, yjet kalunin afër njëri tjetrit dhe ndonjëherë një yll mund të vjedhë një planet nga një yll tjetër. Nëse kjo është e vërtet, atëherë planeti i nëntë nuk është vërtet planeti ynë. Ai është një refugjat, një mërgjimtar nga një sistem tjetër diellor. Dhe në sipërfaqen e tij të ftohtë, në përbëlljen e tij kimike,
Mund të jetë koduar historia e një bote që ne nuk do ta njohim kurrë. Kjo ide mund të tingëllojë si shkencë fantazi, por ajo mbështetet nga vëzhgjime reale. Kemi zbuluar planet të lirë, planet që lundrojnë nëpër hapësirë pa një il. Kemi zbuluar planet në orbita ekstreme rreth ijeve të tjerë, orbita që sugjerojnë kapje dhe jo formim në vend. Universi është më kaotik dhe më dinamik se sa mendonim dikur, por le të kthehemi te provat. Le të shohim se çfarë na tregojnë të dhënat reale. Objekti Sedna, zbuluar nga Michael Brown në vitin 2003, ka një orbit që e çon atë 850 njësi astronomike larg Diellit në pikën më të largët. Periudha e saj orbitale është 11.500 vjet. Asnjë planet i njohur nuk mund ta shpjegojë këtë orbit. Neptuni është shumë larg, ndikimi i tij gravitacional është shumë i dobët. Diçka tjetër duhet ta ketë vendosur Sedna në atë orbit. Objekti 2012. V. P. 113 ka një orbit, edhe më ekstreme. Në pikën më të largët, ai arrin në 4100 njësi astronomike. Kjo është gati një vit drite. Kjo është 1/100 e largësisë deri te ili më i afërt. Çfarë force mund ta ketë hedhur ata aq larg? Kur Batygin dhe Brown analizuan të gjitha këto orbita së bashku, ata gjetën një model. Jo vetëm që orbitat ishin të rreshtuara, por ato gjithashtu ishin të pjerta në të njëjtin kënd në lidhje me rrafshin e sistemit diellor. Kjo nuk është rastësi. Kjo është nënshkrimi gravitacional i një objekti masiv. Ata llogaritën se probabiliteti që ky model të jetë rastësor është 0.007%. Në terma statistikor, kjo është një sinjal 3 sigma. Në fizikën e grimcave, një zbulim konsiderohet i konfirmuar në 5 sigma. Ne nuk jemi ende aty, por jemi afër. Dhe sa më shumë objekte zbulohen, aq më i fortë bëhet sinjali. Në vitin 2017, numri i objekteve me orbita të rreshtuara ishte 6. Në vitin 2020, ai ishte 12. Çdo zbulim i ri ose përforcon modelin ose e dobëson atë. Deri tani çdo zbulim e ka përforcuar, por ka edhe skeptik. Disa astronom argumentojnë se ne po shohim një paragjykim vëzhgimi. Ne zbulojmë më shumë objekte në disa rajone të qiellit sepse i kemi vëzhguar më shumë ato rajone. Ndoshta rreshtimi i orbitave është një iluzion i krijuar nga mënyra se si ne kërkojmë. Batygin dhe Brown e kanë marrë parasysh këtë. Ata kanë kryer analiza të hollësishme të paragjykimit të vëzhgimit. Ata kanë simuluar se si do të dukeshin të dhënat nëse nuk do të kishte planet të nëntë. Dhe rezultati është i qartë. Edhe duke marrë parasysh paragjykimin, sinjali mbetet. Modeli është real. Por le të supozojmë për një moment se skeptikët kanë të drejtë. Le të supozojmë se planeti i nëntë nuk ekziston. Atëherë çfarë po shkakton këto orbita të çuditshme? Duhet të ketë një shpjegim. Dhe deri tani, asnjë shpjegim alternativ nuk ka qenë aq i fuqishëm sa hipoteza e planetit të nëntë. Disa kanë sugjeruar se ndoshta ka një disk të objekteve të vogla në vend të një planeti të vetëm. Por llogaritjet tregojnë se një disk i tillë do të ishte i paqëndrueshëm. Ai do të shpërbëhej shpejt. Të tjerë kanë sugjeruar ndikime nga yje që kalojnë, por yjet nuk kalojnë aq shpesh aq afër. Dhe edhe nëse do të kalonin, efekti do të ishte i përkohshëm, jo i përhershëm. Shpjegimi më i thjeshtë, më elegant dhe më i fuqishëm mbetet. Një planet i vetëm, masiv, i largët, i padukshëm. Një planet që ne nuk e kemi parë ende, por që e ndjejme përmes efekteve të tij gravitacionale. Kjo na kujton një nga parimet themelore të shkencës. Ne nuk shohim gjithçka drejt për drejt. Shumë nga zbulimet më të mëdha në histori kanë ardhur nga vëzhdimi i efekteve indirekte. Ne nuk mund të shohim atomet, por i matim efektet e tyre. Ne nuk mund të shohim vrimave të zeza, por i shohim yjet që rrotullohen rreth tyre. Ne nuk mund të shohim lëndën e errët, por e matim ndikimin e saj gravitacional në galaktikat. Planeti i nëntë, nëse ekziston, është një zbulim i të njëjtit lloj. Një zbulim i bërë jo me sy, por me matematik. Jo me dritë, por me gravitacion. Jo me vëzhgim direkt, por me arsyetim shkencor. Dhe kërkimi vazhdon. Çdo natë, teleskop në të gjithë botën skanojnë qiellin. Teleskopi Subaru në Hawaii, teleskopi Magellan në Kili, teleskopi i madh sinoptik që do të fillojë operacionet së shpejti. Të gjithë po kërkojnë për të njëjtën gjë. Një pikë të dobët,
drite që lëviz ngadalë kundër sfondit të yjeve. Kur ai zbulim do të vi, nëse do të vi, do të jetë një moment historik. Do të jetë hera e parë që ne kemi zbuluar një planet të ri në sistemin ton diellor që nga zbulimi i Neptunit në vitin 846. Do të jetë konfirmimi i fuqisë së matematikës dhe fizikës për të parashikuar realitetin. Dhe do të jetë një kujtesë se edhe në oborin ton kozmik ka ende mistere për të zbuluar. Por ndoshta pjesa më e bukur e kësaj historie nuk është zbulimi i mundshëm. Është procesi, është mënyra se si shkenca funksionon. Një vëzhgim i çuditshëm, një hipoteze guximshme, parashikime të testueshme, kërkime të kujdesshme dhe durim, shumë durim. Ne jetojmë në një epokë kur mund të zbulojmë planetë rreth yjeve që janë mijëra vite drite larg. Por ende nuk i kemi zbuluar të gjithë planetët në sistemin ton diellor. Kjo është një kujtesë e përuljes. Universi është i madh, hapësira është e errët dhe ka ende shumë për të mësuar. Ndoshta planeti i 9 është aty, duke u rrotulluar në heshtje në errësirën e jashtme. Ndoshta jo. Por pavarësisht nga përgjigja, kërkimi vetë na ka mësuar diçka të vlefshme. Na ka mësuar se sistemi diellor është më kompleks se sa mendonim. Na ka mësuar se formimi planetar është një proces kaotik dhe dinamik. Dhe na ka mësuar se ka ende vende në univers ku mund të fësijesh, edhe nëse je 10 herë më i madh se toka. Kështu që kërkimi vazhdon. Teleskopët skanojnë, matematikanët llogariten, dhe dikush, diku, ndoshta sonte, ndoshta vitin e ardhshëm, ndoshta pas 10 vjetësh, do të shohë diçka. Një pikë drite, një anomali, një sinjal që nuk ishte aty më parë. Dhe në atë moment, ne do ta dimë. Sistemi diellor ka 9 planet, përsëri. Por le të ndalemi për një moment dhe të shohim se si shkenca vërtet funksionon kur përbalet me të panjohurën. Sepse historia e planetit të 9 nuk është vetëm një histori kërkimi. Është një histori e 2 modeleve të ndryshme të realitetit që përplasen, bashkëpunojnë dhe na çojnë drejt së vërtetës. Modeli i parë është ai që Batygin dhe Brown ndërtuan në vitin 2006. Një model elegant, i thjesht në thelb, një planet i vetëm, masiv, në një orbit të caktuar, që shpjegon të gjitha anomalitë që shohim. Ky model bazohet në fizikën klasike newtoniane: gravitacioni, masa, largësia, forca që ushtrohet në distancë. Asgjë revolucionare, asgjë egzotike. Vetëm ligjet e njohura të fizikës të aplikuara me precizion matematikor. Por ka edhe një model të dytë, më pak i diskutuar, por po aq i rëndësishëm. Një model që sugjeron se ndoshta nuk kemi nevojë për një planet të vetëm. Ndoshta ajo që po shohim është efekti kolektiv i një disku masiv të objekteve më të vogla të shpërndara në rajonin përtej Neptunit. Jo një gjigant i vetëm, por një popullat e tërë objektesh që veprojnë së bashku si një forcë gravitacionale e vetme. Ky model u propozua nga një grup shkencëtarësh nga Universiteti i Cambridge-it në vitin 2007. Ata argumentuan se nëse ka mjaftueshëm objekte të vogla, secili me masën e një asteroidi ose komete, shpërndarja e tyre kolektive mund të krijojë të njëjtin efekt gravitacional që ne i atribuojmë një planeti të vetëm. Imagjinoni një re pluhuri. Çdo grimc është e vogël, pothuajse e parëndësishme. Por kur miliarda grimca veprojnë së bashku, ato mund të krijojnë një stuhi. Kjo nuk është një ide e çmendur. Ne e dim që rripa e Kuiperit, rajoni përtej Neptunit, përmban miliona objekte. Ne e dim që re e Ortit, edhe më larg, përmban triliona kometa. Pse të mos ketë një strukturë të ngjashme, një disk masiv që ne ende nuk e kemi zbuluar plotësisht? Por këtu fillon pjesa interesante. Këtu fillon eksperimenti mendor që na ndihmon të kuptojmë se cili model është më i fortë. Sepse shkenca nuk është vetëm për të propozuar ide, është për t'i testuar ato, për t'i vënë ato në konkurrencë me njëra tjetrën dhe për ta parë cila mbijetojnë. Le të fillojmë me forcën e modelit të planetit të 9. Forca e tij kryesore është thjeshtësia. Një shkak i vetëm që shpjegon shumë efekte. Kjo quhet parimi i thikës së Okamit. Kur ke 2 shpjegime që përshtaten me të dhënat, zgjidh më të thjeshtën.
Një planet I vetëm është më I thjeshtë se një disk I tërë objektesh, por ka më shumë se kaq. Modeli I Batiginit bën parashikime specifike, të testueshme. Ai thotë se planeti duhet të ketë një masë të caktuar, 10 herë masa e Tokës me një mars gabimi. Ai thotë se planeti duhet të jetë në një rajon të caktuar të qiellit, midis 200 dhe 800 njësi astronomike në një kënd të caktuar. Ai thotë se orbita e tij duhet të ketë një periudhë të caktuar, 10 deri në 20.000 vjet. Këto nuk janë parashikime të paqarta, këto janë numra konkret, dhe çdo numër konkret është një mundësi që modeli të dështojë. Nëse ne zbulojmë një planet në atë rajon, por ai ka masën e Marsit, modeli dështon. Nëse zbulojmë një planet me orbitë rrethore në vende eliptike, modeli dështon. Nëse zbulojmë një planet që nuk shpjegon orbitat e objekteve transneptuniane, modeli dështon. Kjo është forca e vërtetë e shkencës. Jo vetëm të thuash se diçka ekziston, por të thuash saktësisht çfarë duhet të jetë, ku duhet të jetë dhe si duhet të sillet. Dhe pastaj të presësh që realiteti të vërtetojë ose të përbënjeshtrojë. Tani le të shohim forcën e modelit alternativ, modelin e diskut masiv. Forca e tij është se ai nuk kërkon një objekt të vetëm, egzotik, të fshehur. Ai thotë se ajo që po shohim është thjesht një pasojë e strukturës që tashmë e dim që ekziston, rripa e Kuiperit dhe rajonet përtej saj. Nuk ka nevojë për një planet të ri, vetëm për më shumë nga ajo që tashmë kemi. Ky model gjithashtu bën parashikime. Ai thotë se nëse ne vazhdojmë të zbulojmë objekte transneptuniane, ne duhet të shohim një shpërndarje të caktuar të masave dhe orbitave. Ai thotë se disku duhet të ketë një masë totale të caktuar, të shpërndar në një rajon të caktuar. Ai thotë se efektet gravitacionale duhet të jenë më të dobëta se ato që do të shkaktonte një planet I vetëm. Kështu që tani kemi 2 modele, të 2 përshtaten me disa nga të dhënat, të 2 bëjnë parashikime. Si vendosim se cili është I saktë? Këtu hyn në lojë eksperimenti, jo një eksperiment në një laborator, por një eksperiment në shkallë kozmike. Një eksperiment që zgjat vite, dekada, ndoshta edhe më shumë. Një eksperiment që kryhet nga qindra shkencëtar në të gjithë botën, secili duke kontribuar një copë të vogël të enigmës. Në vitin 2018, një ekip nga Instituti I Shkencave Planetare në Arizona kreu një simulim kompjuterik masiv. Ata ndërtuan një model të sistemit diellor që përfshinte të 2 skenarët, një me planetin e nënt, një me diskun masiv. Pastaj ata vrapen simulimet për 10 milion vjet virtual, duke parë se si do të evoluonin orbitat e objekteve transneptuniane në çdo rast. Rezultatet ishin të qarta. Në modelin me planetin e nënt, orbitat mbeten të qëndrueshme, të rreshtuara, saktësisht siç I shohim sot. Në modelin me diskun masiv, orbitat filluan të shpërndahen. Rreshtimi u dobësua. Pas disa milion vjetësh, modeli që shohim sot do të kishte zhdukur. Kjo nuk do të thotë se modeli I diskut është plotësisht I gabuar. Do të thotë se ai ka nevojë për modifikime. Ndoshta ka një disk, po gjithashtu ka një planet. Ndoshta disku është më masiv se sa mendonim, ose më I përqendruar. Ndoshta ka mekanizma të tjerë që ne ende nuk I kuptojmë. Por kjo është pikërisht mënyra se si shkenca përparon, jo duke zgjedhur një model dhe duke u ngjitur me të, por duke testuar modele kundër njëri tjetrit, duke I modifikuar ato kur dështojnë, duke I kombinuar kur është e nevojshme. Shkenca nuk është një garë ku fiton një teori dhe të tjerat humbasin. Është një proces bashkëpunimi ku çdo model kontribuon në kuptimin ton. Por le të shohim edhe kufizimet e modelit të planetit të nënt, sepse asnjë model nuk është I përsosur. Çdo model ka pika të dobta, pyetje të hapura, probleme që ende nuk janë zgjidhur. Kufizimi I parë është se ne ende nuk e kemi parë planetin. Kjo mund të duket e qartë, por është thelbësore. Një model mund të jetë matematikisht I përsosur, por nëse objekti që ai parashikon nuk ekziston, atëherë modeli është I gabuar. Deri tani, çdo kërkim teleskopik ka dështuar të gjejë planetin e nënt. Kjo nuk do të thotë se ai nuk është aty. Do të thotë se ose ai është më I errët se sa mendonim, ose është në një pjesë të qiellit që ne ende nuk e kemi kërkuar mjaftueshëm. Kufizimi I dytë është se modeli bazohet në një numër relativisht të vogël të objekteve. 6 objekte në vitin 2016, 12 në vitin 2020.
Kjo është një mostër e vogël. Çdo zbulim i ri mund të ndryshojë statistikat. Çdo objekt i ri mund të përforcojë modelin ose ta dobësojë atë. Kufizimi i tretë është se ka ende pyetje të hapura për dinamikën orbitale. Si arriti planeti në atë orbit? Nëse ai u formua më afër diellit dhe u hodhi jashtë, çfarë mekanizmi saktësisht e hodhi? Nëse ai u kap nga një yll tjetër, si ndodhi kjo kapje pa e shkatëruar orbitën e objekteve të tjera? Këto janë pyetje teknike, por ato janë të rëndësishme, dhe këtu vjen pjesa më interesante. Këtu vjen momenti kur dy modelet nuk janë më në konkurrencë, por fillojnë të bashkëpunojnë. Sepse ndoshta e vërteta nuk është asnjë planet i vetëm, asnjë disk i vetëm. Ndoshta e vërteta është një kombinim i të dyjave. Imagjinoni këtë skenar. Ka një planet masiv në rajonin e jashtëm, por ka edhe një disk të objekteve më të vogla. Planeti krijon strukturën kryesore që shohim, rreshtimin e orbitave, anomalitë e mëdha, por disku krijon variacionet e vogla, detajet që nuk përputhen plotësisht me modelin e thjeshtë. Së bashku, ata krijojnë një pamje më të plotë të realitetit. Kjo nuk është një kompromis. Kjo është sintezë. Kjo është mënyra se si shkenca vërtet funksionon në nivelet më të larta. Jo duke zgjedhur midis dy ideve, por duke gjetur mënyrën se si të dyja mund të jenë të vërteta në të njëjtën kohë. Dhe ka precedent për këtë. Kur shkencëtarët filluan të studiojnë strukturën e galaktikave, ata zbuluan se modelet e tyre nuk përputheshin me vëzhgjimet. Galaktikat rrotulloheshin shumë shpejt. Yjet në skajet e tyre duhej të ishin hedhur jashtë nga forca centrifugale, por ata nuk ishin. Diçka i mbante aty. Fillimisht, shkencëtarët propozuan lëndën e errët, një formë e panjohur e materjes që nuk ndërvepron me dritën, por ka masë dhe gravitacion. Kjo ishte një ide radikale, por ishte e vetmja ide që përputhej me të dhënat, dhe me kalimin e viteve provat u bën më të forta. Sot, ne e dim se lënda e errët përbën 85% të materjes në univers. Por historia nuk mbaroi aty. Shkencëtarët zbuluan se edhe me lëndën e errët, modelet ende nuk ishin të përsosura. Kishte anomali të vogla, devijime nga parashikimet, dhe kështu ata filluan të eksplorojnë ide të tjera: energjia e errët, modifikimet e gravitacionit, struktura në shkallë të vogël që ne ende nuk i kuptojmë. E njëjta gjë po ndodh me planetin e nëntë. Modeli bazë është i fortë, por ai po rafinohet vazhdimisht. Çdo vit, shkencëtarët publikojnë studime të reja që modifikojnë parametrat, që testojnë skenar të ndryshëm, që eksplorojnë mundësi alternative. Në vitin 2019, një ekip nga Universiteti i Arizonës propozoi se planeti i nëntë mund të jetë më i vogël se sa mendonin fillimisht. Ndoshta 5 herë masa e Tokës, jo 10. Kjo do të shpjegonte pse ai është aq i vështirë për t'u zbuluar. Më pak masë do të thotë më pak dritë reflektuar. Në vitin 2020, një ekip nga Universiteti i Michiganit propozoi se planeti mund të jetë në një orbit më të brendshme se sa mendonim. Ndoshta 500 njësi astronomike, jo 700. Kjo do të rrisë shanset për zbulim. Më afër do të thotë më i ndritshëm. Çdo propozim i ri është një hipotezë e re për t'u testuar. Çdo modifikim është një mundësi e re për të mësuar diçka. Dhe kjo është bukuria e shkencës. Ajo nuk pretendon të di të vërtetën absolute. Ajo pretendon të afrohet gjithnjë më shumë te e vërteta, hap pas hapi, korrigjim pas korrigjimi. Por le të kthehemi te eksperimenti konkret që po ndodh tani ndërsa flasim, sepse kërkimi për planetin e nëntë nuk është vetëm një eksperiment mendor. Është një eksperiment real që përfshin teknologjinë më të avancuar që njerëzimi ka ndërtuar ndonjëherë. Teleskopi Subaru në majen e Mauna Kea në Hawaii është një nga instrumentet më të fuqishme në botë për kërkimin e objekteve të dobta. Ai ka një pasqyrë kryesore me diametër 8.2 metra. Fusha e tij e shikimit është e gjerë, duke i lejuar atij të skanojë rajone të mëdha të qiellit në një kohë të shkurtër. Dhe ai është i pajisur me kamera që mund të zbulojnë objekte 100 milion herë më të dobta se ajo që syri njerëzor mund të shohë. Që nga viti 2016, Subaru ka kryer një program sistematik kërkimi për planetin e nëntë. Çdo natë të ktjellet, kur kushtet janë të favorshme, teleskopi drejtohet drejt rajoneve të qiellit ku modeli i Batigjinit parashikon se planeti mund të jetë. Ai merr imazhe, shumë imazhe.
Dhe pastaj ato imazhe krahasohen me imazhet e mëparshme duke kërkuar për diçka që ka lvizur. Kjo mund të t'ingëllojë thjesht, por është jashtëzakonisht e vështirë. Çdo imazh përmban miliona pika drite. Yje, galaktika të largëta, asteroide, kometa, artefakte instrumentale. Dhe diku në atë det të dhënash, mund të jetë një pikë që është planeti i nëntë. por si e gjeni atë? Këtu hyn në lojë inteligjenca artificiale. Algoritme të sofistikuara që janë trajnuar për të njohur modele, algoritme që mund të dallojnë midis një ili të largët që nuk lëviz dhe një objekti në sistemin diellor që lëviz ngadalë. Algoritme që mund të filtrojnë zhurmën dhe të gjejnë sinjalin, por edhe me inteligjencën artificiale, procesi është i ngadalt. Çdo kandidat duhet të verifikohet manualisht. Çdo zbulim i mundshëm duhet të konfirmohet me vëzhgjime të mëvonshme, sepse një gabim këtu do të ishte katastrofik. Të shpallësh zbulimin e planetit të nëntë dhe pastaj të zbulosh se ishte një gabim, do të ishte një turp shkencor dhe ka pasur kandidat të rrem. Në vitin 2017, një objekt u zbulua që fillimisht u mendua se mund të ishte planeti i nëntë, por vëzhgime të mëvonshme treguan se ai ishte shumë i vogël, shumë i afërt. Një objekt i rripit të Kuiperit, jo një planet gjigant. Në vitin 2018, një tjetër kandidat, përsëri shpresa, përsëri zhgënjim. Ishte një ili largët, jo një planet. Por çdo dështim na mëson diçka. Çdo kandidat i rrem na ndihmon të rafinojmë kriteret tona. Çdo gabim na bën më të mirë në herën tjetër. Dhe kërkimi nuk kufizohet vetëm në Subaru. Teleskopi Magellan në Kili me pasqyrën e tij 6.5 metra gjithashtu po kërkon. Teleskopi i madh sinoptik që do të fillojë operacionet në vitin 2024 do të jetë edhe më i fuqishëm. Ai do të skanojë të gjithë qiellin jugor çdo disa net duke krijuar një hartë dinamike të universit. Kur ai teleskop të fillojë punën, shanset për zbulimin e planetit të nëntë do të rriten në mënyrë dramatike, sepse ai nuk do të kërkojë vetëm në rajone specifike. Ai do të shohë gjithçka. Dhe nëse planeti i nëntë është aty, ai do ta gjejë. Por edhe nëse nuk e gjejmë, edhe nëse kërkimi dështon, ne do të kemi mësuar diçka të vlefshme. Ne do të kemi vendosur kufi të rrept për atë që mund të jetë aty. Ne do të kemi eliminuar mundësi. Dhe në shkencë, eliminimi i mundësive është po aq i rëndësishëm sa konfirmimi i tyre. Sepse shkenca nuk është vetëm për të gjetur përgjigje, është për të bërë pyetjet e duhura, është për të kuptuar se çfarë nuk e dim. Dhe ndonjëherë, zbulimi më i madh nuk është gjëja që gjen, por gjëja që mëson se nuk ekziston. Por le të supozojmë për një moment se e gjejmë. Le të supozojmë se një natë, një astronom në Hawaii ose në Kili sheh një pikë drite që nuk ishte aty natën e kaluar. Le të supozojmë se vëzhgjime të mëvonshme konfirmojnë se ai po lviz, se ai ka masën e duhur, se ai është në orbitën e duhur. Çfarë do të ndodhë pastaj? Fillimisht, do të ketë verifikim. Ekipet të tjera do të drejtojnë teleskopët e tyre drejt të njëjtit rajon. Do të merren spektra për të përcaktuar përbërjen kimike. Do të maten parametrat orbital me precizion, do të llogaritet masa me saktësi, sepse një zbulim i tillë është shumë i rëndësishëm për t'u lënë në duart e një ekipi të vetëm. Pastaj do të vijë njoftimi, një konferencë shtipi, një publikim në një revistë shkencore prestigjioze, ndoshta Nature ose Science. Titulli do të jetë i thjeshtë: Zbulimi i planetit të nëntë në sistemin diellor. Por nën titulli do të tregojë historinë e vërtetë. Konfirmimi i parashikimeve gravitacionale dhe përfundimi i një kërkimi 10 vjeçar. Dhe pastaj do të fillojë puna e vërtetë, sepse zbulimi i një planeti është vetëm fillimi. Prijetjet e vërteta vijnë pas. Si u formua? Nga çfarë është bërë? A ka hën? A ka atmosferë? Çfarë na tregon ai për historinë e sistemit diellor? Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, ne do të kemi nevojë për më shumë se teleskop toksor. Ne do të kemi nevojë për misione hapësinore. Ndoshta një sond që udhton drejt planetit të nëntë, një udhtim që do të zgjaste dekada, ndoshta një teleskop hapësinor i dedikuar, i vendosur në një orbit që optimizon vëzhgimin e rajoneve të jashtme. Por edhe pa misione të tilla, zbulimi vetë do të ishte transformues.
Ai do të konfirmonte fuqinë e metodës shkencore. Ai do të tregonte se ne mund të zbulojmë gjëra që nuk i shohim duke përdorur vetëm matematikën dhe logjikën. Ai do të na kujtonte se universi është i kuptueshëm, se ligjet e fizikës funksionojnë kudo, se arsyeja njerëzore mund të depërtojë edhe në errësirën më të thellë. Dhe kjo është arsyeja pse kërkimi për planetin e nëntë është më shumë se një aventurë shkencore. Është një testament i asaj që ne jemi si specie. Jemi krijesa që shikojnë qiellin dhe pyesin: Çfarë është aty? Jemi krijesa që nuk kënaqen me ignorancën. Jemi krijesa që ndërtojnë teleskop, që shkruajnë ekuacione, që kërkojnë të vërtetën edhe kur ajo është e fshehur në errësirën më të largët. Kështu që kërkimi vazhdon, modelet rafinohen, teleskopët skanojnë, dhe diku, në errësirën e jashtme, ndoshta një planet po pret të zbulohet. Ose ndoshta jo. Por pavarësisht nga përgjigja, procesi vetë na ka bërë më të mencur, na ka mësuar të mendojmë më thellë, na ka mësuar të pyesim më mirë, dhe na ka kujtuar se edhe në shekullin e 21, edhe në epokën e internetit dhe inteligjencës artificiale, ka ende mistere që na sfidojnë, që na thërrasin, që na bëjnë të shikojmë lart dhe të pyesim: çfarë tjetër ka aty që ne ende nuk e dim? Por çfarë ndodh kur ne marrim këtë model matematikor dhe e vendosim në një eksperiment mendor konkret? Imagjinoni se ju jeni një grimc pluhuri në skajin e sistemit diellor, jo në rripin e Kuiperit ku Plutoni qarkëllon, jo edhe në rren e shpërndar ku kometat presin. Por më larg, shumë më larg, në një rajon ku dielli është vetëm një ill pak më i ndritshëm se të tjerët. Ju jeni në një orbit që ju çon 500 njësi astronomike larg. Kjo është 65 miliard kilometra. Në këtë largësi, drita e diellit udhëton 8 ditë për t'ju arritur. Nëse dielli do të shuhej papritur, ju nuk do ta dini për 8 ditë. Ju do të vazhdoni të lundrojnë në errësirë duke menduar se gjithçka është normale, ndërsa në të vërtetë, burimi i të gjithë ngrohtësisë dhe dritës në sistemin diellor tashmë ka vdekur. Por dielli nuk është shuar. Ai është ende aty, një pikë e vogël e bardhë në qiellin tuaj. Dhe ju jeni në një orbitë e cila, sipas të gjitha ligjeve të njohura të fizikës, duhet të jetë e qëndrueshme. Ju duhet të qarkëlloni rreth diellit në një elips të parashikueshme, duke u kthyer në të njëjtin vend çdo disa mijëra vjet. Por diçka është gabim. Orbita juaj po ndryshon. Jo shumë, jo shpejt, por mjaft që, nëse dikush do të vëzhgonte për një kohë të gjatë, do ta vinte re. Ju po tërhiqeni nga një forcë që nuk duhet të jetë aty. Një forcë që vjen nga një drejtim ku nuk ka asgjë të dukshme. Kjo nuk është fantazi. Kjo është saktësisht ajo që po ndodh me objekte transneptuniane që kemi zbuluar. Orbitat e tyre po ndryshohen nga një forcë që ne nuk e shohim, dhe e vetmja shpjegim që përputhet me të gjitha të dhënat është se aty, në errësirën, ka një planet masiv. Por le të testojmë këtë. Le të marrim skepticizmin seriozisht, sepse shkenca nuk përparon duke besuar çdo ide të re. Ajo përparon duke testuar çdo ide derisa ajo ose mbijetojnë ose tyhet. Skeptiku thot: ndoshta kjo është vetëm rastësi. Ndoshta këto objekte kanë orbita të rreshtuara sepse ne i kemi zbuluar në të njëjtin rajon të qiellit. Ndoshta nëse do të kërkonim në rajone të tjera, do të gjenin objekte me orbita plotësisht të ndryshme. Kjo është një kritike vlefshme. Dhe Batygin dhe Brown e kanë marrë parasysh. Ata kanë kryer simulime kompjuterike ku kanë modeluar se si do të dukeshin të vënat nëse do të kishte vetëm paragjykim vëzhgimi dhe asnjë planet të nëntë. Rezultati? Edhe duke marrë parasysh paragjykimin më ekstrem të mundshëm, probabiliteti që modeli të jetë rastësor mbetet në 1%. Që nuk është një provë absolute, por është shumë më e fortë se sa shumica e njerëzve e kuptojnë. Por skeptiku nuk dorëzohet. Ai thot: mirë, por çfarë për lëndën e errët? Çfarë nëse këto anomali shkaptojnë nga një grumbull i vogël i lëndës së errët që kalon përmes sistemit diellor? Kjo është një ide interesante. Dhe në fakt, në vitin 2019, një grup shkencëtarësh në Universiteti i Cambridge-it propozuan saktësisht këtë. Ata llogaritën se një grumbull dhënde të errët me masë sa 5 toka mund të prodhojë efekte të ngjashme. Por ka një problem. Lënda e errët nuk qëndron në një vend. Ajo lëviz.
ajo shpërndahet. Një grumbull i tillë do të kalonte përmes sistemit diellor në disa milion vjet dhe pastaj do të largohej. Efekti i tij do të ishte i përkohshëm, jo i përhershëm, ndërsa efektet që ne po shohim janë të qëndrueshme. Ato kanë qenë aty për miliona vjet dhe ato do të vazhdojnë të jenë aty për miliona vjet të tjera. Kjo kërkon një burim gravitacional që është i lidhur me sistemin diellor, jo diçka që thjesht po kalon. Skeptiku propozon një ide tjetër. Çfarë nëse ka një disk të objekteve të vogla në vend të një planeti të vetëm? Ndoshta mijëra objekte, secili me masë të vogël, por së bashku krijojnë një efekt gravitacional të ndjeshëm. Kjo gjithashtu është testuar. Simulimet tregojnë se një disk i tillë do të ishte i paqëndrueshëm. Objektet do të ndërvepronin me njëri tjetrin, disa do të hidhen jashtë, të tjerë do të përplasen. Brenda disa vjetra milion vjetësh, disku do të shvërbëhej. Dhe ka edhe një problem tjetër. Nëse do të kishte një disk kaq masiv, ne do ta kishim zbuluar tashmë. Objektet individuale do të ishin të dukshme me teleskopët tanë. Por ne nuk i shohim. Gjithçka që shohim janë efektet gravitacionale, dhe këto efekte përputhen me një objekt të vetëm, jo me një disk. Kështu që çdo shpjegim alternativ që është propozuar deri tani ose nuk përputet me të dhënat, ose kërkon kushte aq specifike sa bëhen të pabesueshme. Ndërsa hipoteza e planetit të nëntë është e thjeshtë, elegante dhe e fuqishme. Ajo shpjegon të gjitha vëzhgjimet me një objekt të vetëm. Por le të shkojmë më thellë. Le të shohim se çfarë ndodh kur ne marrim këtë model dhe e krahasojmë me diçka që tashmë e kuptojmë mirë, sistemin e brendshëm planetar. Në sistemin e brendshëm ne kemi 4 planet shkëmbor: Mërkurin, Venusën, Tokën dhe Marsin. Secili prej tyre ka një orbit të qëndrueshme. Secili prej tyre ndikon në të tjerët përmes gravitacionit. Por këto ndikime janë të vogla, të parashikueshme, të kuptueshme. Pastaj kemi gjigantët e gazit: Jupiterin, Saturnin, Uranin dhe Neptunin. Këta planet janë shumë më masiv. Ndikimi i tyre gravitacional është shumë më i fortë, dhe ata krijojnë një strukturë komplekse të rezonancave orbitale. Për shembull, Neptuni dhe Plutoni janë në një rezonancë 3:2. Për çdo 3 orbita që Neptuni përfundon, Plutoni përfundon 2. Kjo nuk është rastësi. Kjo është rezultati i ndërveprimeve gravitacionale afatgjata. Kjo është mënyra se si sistemi arrin një ekuilibër të qëndrueshëm. Tani imagjinoni se shtoni një planet të 5 gjigant. Një planet 10 herë më masiv se Toka, në një orbit shumë të largët dhe shumë eliptike. Si do të ndikonte ai në këtë strukturë delikate? Përgjigjja është në mënyra shumë specifike dhe të parashikueshme. Ai do të krijonte rezonanca të reja. Ai do të ndryshonte orbitat e objekteve të vogla në rajone të caktuara. Ai do të linte një nënshkrim gravitacional që do të ishte i dukshëm nëse do të dinim ku të shikojmë. Dhe kjo është saktësisht ajo që po shohim. Objektet transneptuniane nuk janë të shpërndara rastësisht. Ato janë të grupuara në rajone specifike. Ato kanë orbita që janë të rreshtuara në mënyra specifike. Dhe këto modele përputhen me parashikimet e një planeti masiv në një orbit të largët. Por le të shohim edhe anën tjetër. Le të shohim ku analogjia nuk funksionon, sepse asnjë analogji nuk është perfekte. Dhe duke kuptuar ku ajo tyhet, ne mësojmë diçka të rëndësishme. Në sistemin e brendshëm, planetet janë relativisht afër njëri tjetrit. Ndikimi i tyre gravitacional është i fortë dhe i menjëhershëm. Nëse Jupiteri do të lëvizte papritur, ne do ta vërejnimi efektin në Tokë brenda disa vitesh. Por në sistemin e jashtëm, largësitë janë shumë më të mëdha. Planeti i nëntë, nëse ekziston, është 500 deri në 700 njësi astronomike larg. Në këtë largësi, ndikimi i tij gravitacional është jashtëzakonisht i dobët. Ai ndikon vetëm në objekte që kanë orbita shumë të mëdha dhe shumë eliptike. Kjo do të thotë se ne nuk mund ta zbulojmë planetin e nëntë duke vëzhguar planetat e brendshëm. Orbitat e Tokës, Marsit, Jupiterit nuk ndikohen nga ai. Ai është shumë larg, shumë i vogël në krahasim me dielin. Efekti i tij është i papërfillshëm në shkallë të brendshme. Kjo është arsyeja pse zbulimi i tij është aq i vështirë. Ne nuk mund të përdorim metoda tradicionale që kemi përdorur për të zbuluar planet të tjerë. Ne duhet të shikojmë në skajet më të largëta të sistemit diellor, ku objektet janë të dobëta, të ngadalta dhe të vështira për t'u gjetur. Por ka edhe një dallim tjetër, më thelbësor.
Në sistemin e brendshëm, ne mund të testojmë modelet tona shpejt. Nëse ne parashikojmë se Marsi do të jetë në një pozicion të caktuar pas 6 muajsh, ne mund të presim 6 muaj dhe të kontrollojmë. Por me planetin e nënt, periudha orbitale është 10 deri në 20.000 vjet. Ne nuk mund të presim një orbit të plot për të testuar modelin. Ne duhet të mbështetemi në vëzhgjime të pjeshme, në parashikime statistikore, në simulime kompjuterike. Kjo e bën procesin më të ngadalt dhe më të pasigurt, por nuk e bën atë të pamundur, sepse ne kemi mjete të tjera. Ne mund të krahasojmë modelin me të dhëna historike. Ne mund të kërkojmë për objekte të reja që përputhen me parashikimet. Ne mund të rafinojmë parametrat duke përdorur çdo vëzhdim të ri. Dhe kjo është saktësisht ajo që po ndodh. Çdo vit, teleskopat zbulojnë objekte të reja transneptuniane. Çdo zbulim i ri ose përforcon modelin ose e dobëson atë. Deri tani, shumica e zbulimeve e kanë përforcuar. Por le të flasim për diçka që shpesh injorohet në diskutimet publike: pasigurinë. Sepse shkenca nuk është kur absolute. Çdo matje ka një margj gabimi. Çdo model ka supozime. Çdo parashikim ka probabilitete. Kur Batygin dhe Brown thonë se planeti i nënt ka një masë 10 herë më të madhe se Toka, ata nuk po thonë se kjo është saktësisht 10. Ata po thonë se, bazuar në të dhënat që kemi, masa më e mundshme është rreth 10, me një pasiguri që mund të jetë plus minus 5. Kjo do të thotë se planeti mund të jetë 5 herë masa e Tokës, ose 15 herë, ose diku në mes. Ne nuk e dim saktësisht, derisa ta zbulojmë dhe ta matim drejt për drejt. E njëjta gjë vlen për orbitën. Modeli parashikon se planeti është në një orbit me gjysmëboshtin e madh rreth 600 njësi astronomike. Por kjo mund të jetë 500, ose 700, ose 800. Pasiguria është e madhe sepse të dhënat janë të kufizuara, por kjo nuk është një dobësi, kjo është një forcë, sepse duke pranuar pasigurinë, shkenca bëhet më e sinqertë. Ajo nuk pretendon të di më shumë se sa di. Ajo thotë, këto janë të dhënat, këto janë parashikimet, këto janë pasigurit. Tani, le të testojmë. Dhe testimi vazhdon. Çdo natë, teleskop në të gjithë botën skanojnë qiellin. Çdo muaj, algoritmet e reja analizojnë të dhënat. Çdo vit, modelet rafinohen. Por le të kthehemi te pyetja themelore. Pse kjo ka rëndësi? Pse duhet të na interesojë nëse ka një planet të nënt apo jo? Përgjigjja e shkurtër është sepse çdo zbulim i ri na mëson diçka për vendin tonë në univers. Por përgjigjja e gjatë është më e thellë. Nëse planeti nënt ekziston, ai na tregon se sistemi ynë diellor nuk është aq i qëndrueshëm sa mendonim. Ai na tregon se formimi planetar është një proces kaotik, ku planet mund të hidhen nga orbitat e tyre fillestare, ku gjigant mund të lundrojnë në errësirë për miliarda vjet. Kjo ka implikime për kuptimin toll të sistemeve të tjera planetare. Nëse sistemi ynë diellor ka një histori kaq dinamike, atëherë sistemet e tjera ndoshta janë edhe më kaotike. Ndoshta planetët që zbulojmë rreth ijeve të tjerë nuk janë aty ku u formuan. Ndoshta ata kanë migruar, janë hedhur, janë kapur. Kjo ndryshon mënyrën se si mendojmë për formimin e planetëve. Kjo ndryshon mënyrën se si kërkojmë për jetë në vende të tjera. Sepse nëse planetët mund të lvizin, atëherë, një planet që sot është në zonën e banueshme mund të mos ketë qenë gjithmonë aty. Dhe një planet që sot është i ftohtë dhe i pabanuar, mund të ketë qenë i ngrohtë dhe i lagësht në të kaluarën. Por ka edhe një arsye tjetër, më personale. Kërkimi për planetin e nënt na kujton se ka ende mistere në oborin ton kozmik. Ne jetojmë në një epokë kur mund të zbudojmë galaktika miliarda vite drite larg, por ende nuk i dim të gjithë planetët në sistemin ton diellor. Kjo është një kujtesë përullese. Kjo na tregon se universi është më i madh, më kompleks dhe më i mrekullueshëm se sa mund të imagjinojmë. Kjo na tregon se ka gjithmonë më shumë për të mësuar, gjithmonë më shumë për të zbuluar. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i rëndësishëm, jo se çfarë do të gjejmë, por se ne ende po kërkojmë, se ne ende po pyesim, se ne ende nuk jemi të kënaqur me ignorancën. Sepse në fund, shkenca nuk është vetëm për përgjigje, është për pyetje, është për kuriozitetin që na shtyn të shikojmë përtej horizontit, është për guximin të pranojmë se ne nuk e dim gjithçka,
dhe është për vendosmërinë të vazhdojmë kërkimin edhe kur përgjigja është e fshehur në errësirën më të thellë. Kështu që kërkimi vazhdon. Teleskopët skanojnë, matematikanët llogaritën, dhe diku, në errësirën e jashtme, ndoshta një planet po pret. Ose ndoshta jo, por pavarësisht nga përgjigja, procesi vetë na ka bërë më të mencur, më kurioz dhe më të lidhur me universin që na rrethon. Por le të ndalemi këtu, sepse ka diçka që duhet të themi me zë të lartë, diçka që shpesh injorohet në dokumentarët shkencor, diçka që është thelbësore për të kuptuar se si shkenca vërtet funksionon. Ne nuk e dim nëse planeti i nëntë ekziston, jo ende, jo me siguri absolute. Dhe kjo nuk është një dobësi e shkencës. Kjo është forca e saj më e madhe. Të gjitha ato që kemi diskutuar deri tani, të gjitha ato orbita të rreshtuara, të gjitha ato simulime kompjuterike, të gjitha ato parashikime matematikore, janë prova indirekte. Ato janë hije në mur, ato janë gjurmë në rër, por nuk janë gjëja vetë. Dhe këtu vjen momenti kur duhet të jemi absolutisht të sinqertë. Sepse ka një linjë të hollë midis shkencës dhe pseudoshkencës, dhe ajo linjë quhet ndershmëri intelektuale. Kur dikush ju thot se planeti i nëntë ekziston me siguri, ai po ju gënjen. Kur dikush ju thot se NASA po fsheh diçka, ai po ju gënjen. Kur dikush ju thot se ka prova absolute, ai po ju gënjen. Ajo që ne kemi janë prova të forta, por jo përfundimtare. Kemi një model që shpjegon vëzhgjimet më mirë se çdo model tjetër, por modeli nuk është realiteti. Modeli është një hartë, dhe harta nuk është territori. Kjo dallim është thelbësor, sepse në shkencë ne nuk pretendojmë të dimë të vërtetën absolut. Ne pretendojmë të kemi modelin më të mirë të disponueshëm bazuar në të dhënat që kemi tani. Dhe ne jemi të gatshëm ta ndryshojmë atë model nëse të dhënat e reja na tregojnë se kemi gabuar. Kjo është ajo që na dallon nga dogma. Kjo është ajo që na dallon nga besimi i verbër. Ne nuk themi, kjo është e vërteta dhe ju duhet ta besoni. Ne themi, këto janë të dhënat, ky është modeli, këto janë pasiguritë dhe ju mund ta testoni vetë. Por le të shohim se ku saktësisht përfundon territori i njohur dhe fillon territori i panjohur. Sepse çdo model shkencor ka kufi. Çdo teori ka një rajon ku ajo funksionon dhe një rajon ku ajo thyet. Modeli i planetit të nëntë funksionon shumë mirë për të shpjeguar orbitat e objekteve transneptuniane që kemi zbuluar deri tani. Por ka objekte që nuk përputen plotësisht. Ka anomali të vogla që modeli nuk i shpjegon. Dhe kjo nuk është një problem. Kjo është një mundësi, sepse ato anomali mund të na tregojnë diçka të re. Ato mund të na tregojnë se modeli duhet të rafinohet. Ose ato mund të na tregojnë se ka diçka tjetër aty, diçka që ne ende nuk e kemi marrë parasysh. Për shembull, objekti i quajtur Farfarut, zbuluar në vitin 2018, ka një orbit që e çon atë 150 njësi astronomike larg diellit në pikën më të afërt dhe 175 njësi astronomike në pikën më të largët. Kjo orbit nuk përputhet plotësisht në parashikimet e modelit të planetit të nëntë. A do të thotë kjo se modeli është i gabuar? Jo domosdoshmërisht. Do të thotë se modeli është i paplot. Do të thotë se ka faktor të tjerë që ne duhet të marrim parasysh. Ndoshta ndikime nga yje që kalojnë, ndoshta objekte të tjera masive që ne ende nuk i kemi zbuluar. Ndoshta dinamika e hershme e sistemit diellor që ka lënë gjurmë që ne ende nuk i kuptojmë plotësisht. Dhe këtu vjen diçka e mrekullueshme, sepse shkenca nuk kërkon perfeksion, ajo kërkon përmirësim. Çdo anomali është një mundësi për të mësuar diçka të re. Çdo devijim nga parashikimet është një dritare drejt një realiteti më të thellë. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim, çfarë nëse planeti i nëntë nuk ekziston fare? Çfarë nëse të gjitha këto prova indirekte kanë një shpjegim tjetër që ne ende nuk e kemi menduar? Kjo nuk është një pyetje retorike. Kjo është një pyetje që çdo shkencëtar i mirë duhet ta bëjë. Sepse historia e shkencës është plot me shembuj ku provat indirekte na çuan në drejtimin e gabuar. Në shekullin e 19, astronomët vëzhguan anomali në orbitën e Mërkurit. Perihelioni i Mërkurit, pika më e afërt me diellin, po zhvendosej më shpejt se sa parashikonte teoria e Newtonit.
Shkencëtarët propozuan një planet të brendshëm të quajtur vulkan që do të shpjegonte këtë anomali. Ata e kërkuan atë planet për dekada. Disa pretenduan se e kishin parë, por ai nuk ekzistonte kurrë. Shpjegimi i vërtet erdhi nga teoria e relativitetit të përgjithshëm të Einsteinit, që tregoi se gravitacioni nuk funksionon saktësisht siç mendonte Newtoni. Në fusha shumë të forta gravitacionale, a mund të jetë planeti i nënt një vulkan modern? A mund të jenë këto anomali orbitale një shenjë se teoria jone gravitacionit duhet të modifikohet në shkallë shumë të madhe? Kjo është një mundësi që disa shkencëtarë kanë eksploruar, por deri tani asnjë modifikim i teorisë së gravitacionit nuk ka shpjeguar vëzhgjimet aq mirë sa hipoteza e planetit të nënt. Dhe kjo është arsyeja pse shumica e shkencëtarëve mendojnë se planeti është shpjegimi më i mundshëm, por më i mundshëm nuk do të thotë i sigurt. Dhe këtu vjen diçka që duhet të theksohet. Shkenca nuk punon me siguri, ajo punon me probabilitete. Kur Batygin dhe Brown thonë se probabiliteti që modeli i orbitave të jetë rastësor është 0.007%, ata nuk po thonë se është e pamundur. Ata po thonë se është jashtëzakonisht e pambështetshme, por jo e pamundur. Dhe kjo është një dallim i rëndësishëm, sepse në shkencë ne nuk mund të provojmë asgjë me siguri absolute. Ne mund vetëm të grumbullojmë prova që e bëjnë një hipotezë gjithnjë më të besueshme ose gjithnjë më pak të besueshme. Kjo është arsyeja pse shkenca është një proces, jo një destinacion. Kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të testojmë, të vëzhgojmë, të rafinojmë, sepse çdo test i ri ose përforcon besimin ton, ose na detyron të rishikojmë ata. Por le të kthehemi te ajo që e dim me siguri. Sepse edhe nëse planeti i nënt nuk ekziston, ne kemi mësuar diçka të jashtëzakonshme për sistemin ton diellor. Ne kemi mësuar se ka një popullat të tërë objektesh në rajone shumë të largëta që ne nuk i kuptonim më parë. Ne kemi mësuar se dinamika e sistemit diellor të jashtëm është shumë më komplekse se sa mendonim. Ne kemi mësuar se ka struktura orbitale që kërkojnë shpjegim. Dhe këto zbulime janë të vlefshme pavarësisht nga ekzistenca e planetit të nënt. Sepse shkenca nuk është vetëm për të gjetur përgjigje specifike, është për të kuptuar realitetin më thellë. Por tani, le të bëjmë diçka të pazakontë. Le të supozojmë se ne e gjejmë planetin e nënt nesër. Le të supozojmë se një teleskop e zbulon atë, e konfirmon atë, e mat atë. Çfarë do të ndodhë pastaj? Fillimisht do të ketë festim. Do të jetë një nga zbulimet më të mëdha në historinë e astronomisë. Por pastaj do të fillojnë pyetjet e vërteta. Sepse zbulimi i një planeti nuk është fundi i historisë, është fillimi i një historie të re. Ne do të duam të dimë, në çfarë është bërë? A ka atmosferë? A ka hën? Si u formua? Ku u formua? Si arriti në orbitën e tij aktuale? Çfarë na tregon ai për historinë e hershme të sistemit diellor? Dhe për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, ne do të kemi nevojë për më shumë se një pikë drite në një imazh teleskopi. Ne do të kemi nevojë për spektroskopi për të analizuar përbërjen kimike. Ne do të kemi nevojë për fotometri për të matur ndryshimet në shkëlqim. Ne do të kemi nevojë për vëzhgjime afatgjata për të përcaktuar parametrat orbital me precicion. Dhe ndoshta, në një të ardhme të largët, ne do të dërgojmë një sond. Një mision që do të udhëtonte për dekada, ndoshta për një shekull, për të arritur në atë botë të largët dhe të ftohtë. Një mision që do të dërgonte imazhe, të vëna, zbulime që ne nuk mund të imagjinojmë ende. Por edhe pa një mision të tillë, zbulimi vetë do të ishte transformues. Ai do të konfirmonte se ne mund të zbulojmë gjëra që nuk i shohim duke përdorur vetëm matematikën dhe logjikën. Ai do të tregonte se universi është i kuptueshëm, se ligjet e fizikës funksionojnë kudo, se arsyeja njerëzore mund të depërtojë edhe në errësirën më të thellë. Por le të shohim edhe skenarin tjetër. Le të supozojmë se ne nuk e gjejmë kurrë. Le të supozojmë se teleskopët skanojnë për dekada dhe nuk gjejnë asgjë. Çfarë do të thotë kjo? A do të thotë se modeli ishte i gabuar? Jo domosdoshmërisht. Do të thotë se ndoshta planeti është më i vogël se sa mendonim. Ndoshta ai është më i errët.
Ndoshta ai është në një pjesë të orbitës ku është jashtëzakonisht i vështirë për të zbuluar. Ose ndoshta ai nuk ekziston. Dhe nëse ai nuk ekziston, atëherë ne duhet të gjejmë një shpjegim tjetër për ato orbita të çuditshme. Dhe ky shpjegim, çfarëdo që të jetë, do të jetë po aq interesant sa zbulimi i një planeti të ri. Sepse në shkencë, dështimi për të gjetur diçka është po aq i rëndësishëm sa suksesi në gjetjen e saj. Sepse ai na tregon se ku të mos shikojmë. Ai na tregon se çfarë nuk është e vërtetë. Dhe duke eliminuar mundësitë, ne afrohemi gjithnjë më shumë te e vërteta. Por tani le të bëjmë një hap prapa dhe të shohim pamjen e madhe, sepse historia e planetit të nënt nuk është vetëm për një planet. Është për mënyrën se si ne kuptojmë universin. Për mijëra vjet, njerëzit kanë shikuar qiellin dhe kanë parë kaos, yje që lëvizin në mënyra të paparashikueshme. Planet që ndalen, kthehen prapa, ndryshojnë drejtim. Kometa që shfaqen nga askund dhe zhduken përsëri. Por pastaj erdhi shkenca. Dhe shkenca tregoi se kaosi ishte një iluzion. Pas çdo lëvizjeje të çuditshme ishte një ligj i thjeshtë. Pas çdo anomalie ishte një shpjegim i kuptueshëm. Newtoni tregoi se njëjta forcë që bën një mol të bjerë nga pema, bën edhe hënën të rrotullohet rreth tokës. Einsteini tregoi se gravitacioni nuk është një forcë, por një lakore e hapësirës dhe kohës. Dhe tani, Batygin dhe Brown po tregojnë se edhe në skajet më të largëta të sistemit diellor, ligjet e fizikës ende funksionojnë. Kjo është fuqia e shkencës. Jo të na tregoj se çfarë duhet të besojmë, por të na tregoj se si të mendojmë. Jo të na jap përgjigje absolute, por të na jap mjete për të gjetur përgjigje. Dhe këto mjete janë të disponueshme për çdo. Ju nuk keni nevojë për një diplom në fizik për të kuptuar logjikën bazë. Ju nuk keni nevojë për një teleskop për të ndjekur arsyetimin. Ju keni nevojë vetëm për kuriozitet dhe gatishmëri për të menduar kritikisht. Por le të flasim për diçka që shpesh harrohet, shkalla kohore. Sepse kërkimi për planetin e nënt nuk është një garë sprint, është një maraton. Është një proces që mund të zgjas dekada. Neptuni u zbulua në vitin 846, por anomalit në orbitën e Uranit që cuan në zbulimin e tij u vërejtuan për herë të parë në vitin 821. 25 vjet kaluan midis vëzhgjimit të parë dhe zbulimit përfundimtar. Me planetin e nënt, ne jemi në vitin e 10 të kërkimit intensiv. Nëse historia përsëritet, ne mund të kemi ende 15 vjet për të pritur, ose më shumë, ose më pak. Ne nuk e dim, por kjo është pjesë e procesit. Shkenca nuk punon sipas orarit ton, ajo punon sipas orarit të universit, dhe universi nuk nxiton. Dhe ndërsa presim, ne vazhdojmë të mësojmë. Çdo vit teleskopët bëhen më të mirë, çdo vit algoritmet bëhen më të sofistikuara. Çdo vit ne zbulojmë objekte të reja që na japin më shumë të dhëna për të testuar modelin. Teleskopi i madh sinoptik që do të fillojë operacionet së shpejti do të jetë një ndryshim revolucionar. Ai do të skanojë të gjithë qiellin jugor çdo 3 net. Ai do të zbulojë miliona objekte të reja. Dhe nëse planeti i nënt është aty, ai ka një shans shumë të mirë për ta gjetur atë. Por edhe nëse nuk e gjen, ai do të na jap të dhëna që do të na ndihmojnë të kuptojmë më mirë sistemin diellor. Ai do të zbulojë objekte që ne nuk i dim ende se ekzistojnë. Ai do të na tregoj struktura që ne nuk i kemi parë ende. Ai do të na hap dritare të reja drejt të panjohurës. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca është aq emocionuese. Jo sepse na jep përgjigje të shpejta, por sepse na jep pyetje të reja. Jo sepse na tregon se çfarë dim, por sepse na tregon se sa shumë nuk e dim. Por tani le të bëjmë diçka që rrallë bëhet në dokumentarët shkencor. Le të flasim për atë që ne nuk e dim. Jo për atë që ne shpresojmë të zbulojmë, por për kufijtë themelore të njohurive tona. Edhe nëse e gjejmë planetin e nënt, edhe nëse e matim atë me precizion, edhe nëse dërgojmë një son për ta studiuar, do të ketë ende pyetje pa përgjigje. Ne nuk do të dim kurrë me siguri absolute se si u formua sistemi diellor. Ne mund të kemi modele, mund të kemi simulime, mund të kemi prova indirekte, por ne nuk ishim aty. Ne nuk e pam atë. Dhe ka kufi themelore për atë që mund të rikonstruojmë nga e kaluara. Ne nuk do të dim kurrë çdo detaj të historisë së hershme të planetit të nënt. Nëse ai u formua në sistemin ton diellor, ose u kap nga një sistem tjetër,
Nëse ai kishte një atmosferë të trashë që u humbë, nëse ai kishte hënë që u shkatërrua nga përplasje. Dhe kjo është në rregull, sepse shkenca nuk kërkon të di gjithçka. Ajo kërkon të di sa më shumë që të jetë e mundur, duke pranuar se do të ketë gjithmonë kufi. Por këto kufi nuk janë mure, ato janë horizonte. Dhe çdo herë që arrim me një horizont, ne zbulojmë se ka një horizont tjetër përtej tij. Kjo është natyra e zbulimit. Kjo është natyra e njohurisë. Kjo është natyra e qenies njerëzore. Ne jemi krijesa që nuk ndalojmë kurrë së pyeturi, që nuk kënaqemi kurrë me përgjigjet e pjeshme, që gjithmonë shikojmë përtej horizontit dhe pyesim, çfarë tjetër ka aty? Dhe kjo na sjell te pyetja përfundimtare. Jo pyetja nëse planeti i nënt ekziston, por pyetja se çfarë do të thotë ekzistenca e tij për ne. Nëse ai ekziston, ai është një kujtesë se universi është më i madh se sa imagjinojmë, se edhe në oborin ton kozmik ka vende që ne nuk i kemi eksploruar, se ka mistere që presin të zbulohen. Por nëse ai nuk ekziston, ai është një kujtesë se shkenca funksionon, se ne mund të testojmë hipotezat tona, se ne mund të pranojmë kur kemi gabuar, se e vërteta është më e rëndësishme se egoja. Në të dyja rastet, procesi vetë na ka mësuar diçka të vlefshme. Na ka mësuar të mendojmë kritikisht, na ka mësuar të pyesim me kujdes, na ka mësuar të pranojmë pasigurinë. Vendoshta kjo është mësimi më i rëndësishëm që shkenca mund të na japë. Jo përgjigje specifike për pyetje specifike, por një mënyrë të menduarit që mund të aplikohet kudo. Sepse bota është plot me njerëz që pretendojnë të kenë përgjigje absolute, që pretendojnë të dinë të vërtetën, që pretendojnë se nuk ka nevojë për pyetje, vetëm për besim. Por shkenca na mëson diçka tjetër. Na mëson se pyetjet janë më të vlefshme se përgjigjet e shpejta. Na mëson se dyshimi është më i ndershëm se siguria e rreme. Na mëson se procesi i kërkimit të së vërtetës është më i rëndësishëm se pretendimet e zotërimit të saj. Dhe kjo është arsyeja pse kërkimi për planetin e nënt ka rëndësi. Jo sepse ai do të ndryshojë jetën tonë të përditshme, jo sepse ai do të zgjidhë problemet tona, por sepse ai na kujton se çfarë jemi në thelb. Ne jemi eksplorues, ne jemi kërkues, ne jemi krijesa që shikojnë qiellin dhe pyesin çfarë është aty. Dhe kjo pyetje, kjo kuriozitet i thjesht, është ajo që na ka çuar nga shpelat në qytete, nga toka në hën, nga ignoranca në njohuri. Kështu që kërkimi vazhdon, teleskopët skanojnë, matematikanët llogaritën. Dhe diku në errësirën e jashtme, ndoshta një planet po pret, ose ndoshta jo. Por pavarësisht nga përgjigja, ne do të vazhdojmë të kërkojmë, sepse kjo është ajo që bëjmë, kjo është ajo që jemi. Dhe në atë kërkim, në atë kuriozitet të palodhur, qëndron diçka më e thellë se çdo zbulim i vetëm. Qëndron shpresa se universi është i kuptueshëm. Qëndron besimi se arsyeja mund të depërtojë errësirën. Qëndron guximi për të pranuar se ne nuk e dim gjithçka, por se ne mund të mësojmë. Dhe ndoshta, në fund, kjo është zbulimi më i madh i të gjithëve. Jo një planet i ri në skajet e sistemit diellor, por kuptimi se ne, krijesat e vogla në një planet të vogël rreth një ili mesatar, kemi fuqinë të kuptojmë universin që na rrethon. Dhe kjo fuqi, kjo aftësi për të kuptuar, është gjëja më e mrekullueshme që ekziston. Ted, Çesnoj-Ovtuqi, kjo aftësi për të kuptuar, është gjëja më e mrekullueshme që ekziston. Por le të ndalemi këtu për një moment. Le të shikojmë përtej planetit të nënt, përtej sistemit diellor, përtej pyetjes nëse një objekt specifik ekziston apo jo. Sepse ka diçka më të thellë që po ndodh këtu. Diçka që lidhet me natyrën e vetë realitetit. Çdo herë që ne zbulojmë se universi është më i madh se sa mendonim, çdo herë që ne gjejmë diçka të re në errësirën, ne po zbulojmë diçka për vetë natyrën e njohurisë. Ne po mësojmë se realiteti nuk është ajo që duket në sipërfaqe, se ka shtresa pas shtresash të strukturës, të modelit, të ligjit. Mendoni për këtë. Për mijëra vjet, njerëzit mendonin se toka ishte qendra e gjithçkaje. Dielli, hëna, yjet, të gjithë rrotulloheshin rreth nesh. Kjo dukej e qartë. Kjo dukej e vetë kuptueshme. Por ishte e gabuar. Pastaj Koperniku tregoi se toka rrotullohet rreth diellit.
Kjo ishte një revolucion, por edhe kjo nuk ishte historia e plot. Sepse dielli nuk është qendra e universit. Ai është vetëm një yll midis qindra miliardave në galaktikën tonë. Dhe galaktika jon është vetëm një midis trilionave në universin e dukshëm. Çdo zbulim na ka bërë më të vegjël. Çdo hap përpara na ka treguar se ne nuk jemi aq special sa mendonim. Por në të njëjtën kohë, çdo zbulim na ka bërë më të mëdhenj. Sepse ne jemi krijesat që mund të kuptojnë këtë. Ne jemi pjesa e universit që ka vetë dije për veten. Dhe kjo është paradoksi qendror i ekzistencës njerëzore. Ne jemi të parëndësishëm në shkallë kozmike. Një planet i vogël rreth një ylli mesatar në një galaktik të zakonshme. Por ne jemi gjithashtu të jashtëzakonshëm, sepse ne jemi mënyra se si universi vëzgon veten. Kur ju shikoni qiellin natën, ju nuk jete vetëm duke parë yje. Ju jeni atome që dikurishim brenda atyre yjeve duke shikuar prapa drejt origjinës së tyre. Ju jeni materie që ka organizuar veten me një formë aq komplekse sa ajo mund të mendoj për origjinën e saj. Kjo nuk është poezi, kjo është fakt shkencor. Çdo atom në trupin tuaj, përveç hidrogjenit, u krijua brenda një ylli. Karboni në ADN në tuaj, kalciumi në kockat tuaja, hekuri në gjakun tuaj. Të gjitha u formuan në bërthamat e yjeve që shpërthyen para miliarda vjetësh. Ju jeni, fjalë për fjalë, pluhur ylli. Por ju jeni pluhur ylli që mund të mendoj, që mund të pyes, që mund të kuptoj. Dhe kjo na sillte një pyetje filozofike që ka munduar mendjet më të mëdha për shekuj. Çfarë është vetëdia? Si është e mundur që materia e organizuar në mënyrën e duhur të bëhet e vetëdijshme për veten? Ne nuk e dim. Kjo është një nga pyetjet më të mëdha të pashpjeguara në shkencë. Ne mund të studiojmë trurin. Ne mund të hartojmë çdo neuron, çdo sinaps, çdo lidhje. Por ne ende nuk kuptojmë se si aktiviteti elektrik në qelliza nervore krijon përvojën subjektive të qenit ju. Filozofët e quajnë këtë problemin e vështirë të vetëdijes, dhe është vërtet i vështirë, sepse çdo gjë tjetër në shkencë mund të shpjegohet në terma objektive. Ne mund të matim, ne mund të testojmë, ne mund të parashikojmë. Por vetëdia është subjektive. Ajo është përvoja e brendshme që askush tjetër nuk mund ta shohë. Kur ju shihni ngjyrën e kuqe, si e dini se e kuqja juaj është e njëjta me të kuqen time? Ndoshta ajo që unë e quaj e kuqe, ju e përjetoni si atë që unë e quaj blu. Por ne të dy e kemi mësuar ta quajmë atë të kuqe, kështu që ne nuk do ta dinim kurrë ndryshimin. Kjo mund të tingëllojë si një lojë mendore, por ajo tregon diçka të thellë. Ajo tregon se ka aspekte të realitetit që janë thelbësisht private, që nuk mund të ndahen plotësisht, që ekzistojnë vetëm në përvojën subjektive. Dhe kjo na kujton se edhe me të gjithë fuqinë e shkencës, edhe me të gjitha teleskopët dhe ekuacionet, ka kufi për atë që ne mund të dimë. Ka pyetje që ndoshta nuk kanë përgjigje objektive. Ka mistere që ndoshta janë thelbësisht të pasgjithshme. Por kjo nuk do të thotë se ne duhet të ndalojmë së pyeturi. Kjo do të thotë se ne duhet të jemi të ndershëm për kufit tanë, të pranojmë se ka gjëra që ne nuk i dim, që ndoshta nuk do t'i dim kurrë. Dhe kjo na sjell përsëri te planeti i nënt. Sepse edhe nëse e gjejmë atë, edhe nëse e studiojmë atë, do të ketë ende pyetje pa përgjigje. Do të ketë ende mistere, do të ketë ende horizonte përtej horizonteve. Por kjo është bukuria e kërkimit, jo destinacioni, por udhëtimi. Jo përgjigja përfundimtare, por procesi i pyetjes. Tani le të flasim për diçka që lidhet me këtë, por që shpesh injorohet. Le të flasim për atë që ne nuk e dim për sistemin diellor. Jo vetëm për planetin e nënt, por për gjithçka. Ne nuk e dim se sa objekte ka në rripin e Kuiperit. Ne kemi zbuluar disa mijëra, por modelet sugjerojnë se mund të ketë miliona, ndoshta miliarda. Objekte të vogla, të ftohta, të errta, që lundrojnë në errësirën përtej Neptunit. Ne nuk e dim se ku fillon reja e Ortit. Ne nuk e dim se sa e trashë është. Ne nuk e dim se sa objekte përmban. Ne e dim vetëm se ajo duhet të ekzistojë, sepse kometat vijnë nga diku. Por ne nuk kemi parë kurrë një objekt të vetëm të rreth së Ortit drejt për drejt. Ne nuk e dim se çfarë ndodh në kufijtë e sistemit diellor. Ku fillon hapësira ndërryore? Ku mbaron ndikimi i diellit? Voyager 1 dhe Voyager 2 kanë kaluar në hapësirën ndërryore,
por ato janë vetëm 2 pika në një oqean të pafund. Ne nuk e dim nëse ka planet të tjerë përtej planetit të 9. Ndoshta ka një planet të 10, ose një planet të 11, ose një disk të tërë objektesh masive që ne nuk i kemi zbuluar ende. Ne nuk e dim se si u formua hëna. Teoria më e mirë që kemi është se një objekt sa Marsi përplasi tokën në fillim të historisë së sistemit diellor dhe rënojat u bashkuan për të formuar hënën. Por kjo është vetëm një teori. Ne nuk ishim aty. Ne nuk e pam atë. Ne nuk e dim pse Marsi është aq i vogël. Modelet e formimit planetar parashikojnë se ai duhet të ishte shumë më i madh, por diçka e ndali rritjen e tij. Ndoshta Jupiteri, ndoshta diçka tjetër. Ne nuk jemi të sigurt. Ne nuk e dim se çfarë ka në brendësi të Jupiterit. Ne e dim se ai është kryesisht hidrogjen dhe helium, por në qendër, nën presionin e jashtëzakonshëm, hidrogjeni bëhet metalik. Ai sillet si një lëng, dhe në qendër të atij lëngu mund të ketë një bërthame ngurtë. Ose ndoshta jo. Ne nuk e dim. Ne nuk e dim pse Urani është i pjerrët. Boshti i tij i rrotullimit është pothuajse horizontal. Ai rrotullohet në anë, si një top që rrotullohet në dysheme. Teoria më e mirë është se ai u godit nga një objekt masiv në fillim të historisë së tij. Por ne nuk e dim me siguri. Ne nuk e dim se çfarë shkakton stuhit në Neptun. Ai është planeti më i largët, më i ftohtë, më pak i ngrohur nga dielli. Por ai ka errat më të shpejta në sistemin diellor. Erra që arrin në 2000 km/h. Nga vjen kjo energji? Ne nuk jemi plotësisht të sigurt. Ne nuk e dim nëse ka jetë në ndonjë vend tjetër në sistemin diellor. Ndoshta në oqeanet në sipërfaqen e akullt të Europës. Ndoshta në detet e metanit të Titanit. Ndoshta në rezervuarët nëntoksor të Marsit. Ose ndoshta jo. Ne nuk e dim. Dhe kjo listë mund të vazhdojë. Për çdo gjë që ne e dim për sistemin diellor, ka 10 gjëra që ne nuk i dim. Për çdo përgjigje që kemi gjetur, ka 100 pyetje të reja që kanë lindur. Por kjo nuk është një dështim, kjo është një sukses, sepse çdo pyetje e re është një mundësi e re për të mësuar. Çdo mister i ri është një horizont i ri për të eksploruar. Dhe kjo na kujton se shkenca nuk është kurrë e përfunduar. Nuk ka një moment kur ne do të themi, tani e dim gjithçka. Tani nuk ka më pyetje. Tani mund të ndalojmë së kërkuari. Sepse universi është më i madh se çdo gjë që ne mund të imagjinojmë. Ai është më kompleks se çdo model që ne mund të ndërtojmë. Ai është më i mrekullueshëm se çdo histori që ne mund të tregojmë. Dhe kjo është arsyeja pse kërkimi vazhdon. Jo sepse ne shpresojmë të arrijmë në një destinacion përfundimtar, por sepse udhëtimi vet është shpërblimi. Tani le të kthehemi te momenti ku filluam. Kujtoni se si filluam këtë histori? Me një pyetje të thjeshtë. Çfarë fshihet në skajt e sistemit diellor? Ne kemi udhëtuar nëpër matematikë dhe fizik, nëpër vëzhgjime dhe simulime, nëpër histori dhe filozofi. Dhe tani, në fund, ne kthehemi te e njëjta pyetje. Por tani, ajo ka një kuptim më të thellë. Sepse ajo që fshihet në skajet e sistemit diellor nuk është vetëm një planet. Është një kujtesë se ka ende mistere. Është një kujtesë se universi është më i madh se sa ne. Është një kujtesë se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i rëndësishëm. Jo se çfarë do të gjejmë, por se ne ende po kërkojmë. Se ne ende nuk jemi të kënaqur me ignorancën. Se ne ende shikojmë lart dhe pyesim. Çfarë tjetër ka aty? Kjo pyetje, kjo kuriozitet i thjesht, është ajo që na ka çuar nga shpellat në qytete, nga toka në hënë, nga ignoranca në njohuri. Dhe kjo pyetje do të na çojë edhe më larg. Ndoshta një ditë ne do të dërgojmë sonda në rresën e Ortit. Ndoshta ne do të ndërtojmë teleskop në hapësirë që mund të shohin gjëra që ne nuk mund t'i imagjinojmë ende. Ndoshta ne do të zbulojmë jo vetëm planetin e 9, por një sistem të tërë objektesh që ne nuk e dim ende se ekzistojnë. Ose ndoshta jo. Ndoshta kufijtë e njohurive tona do të mbeten aty ku janë për një kohë të gjatë. Ndoshta misteret do të mbeten mistere. Por pavarësisht nga ajo që ndodh, procesi vet do të vazhdojë, sepse kjo është ajo që ne bëjmë.
Kjo është ajo që jemi. Ne jemi krijesa që pyesin, që kërkojnë, që nuk ndalojnë kurrë së mrekulluar. Dhe në atë mrekulli, në atë kuriozitet të palodhur, qëndron diçka më e thellë se çdo zbulim i vetëm. Qëndron shpresa se universi është i kuptueshëm. Qëndron besimi se arsyeja mund të depërtojë errësirën. Qëndron guximi për të pranuar se ne nuk e dim gjithçka, por se ne mund të mësojmë. Dhe ndoshta, në fund, kjo është zbulimi më i madh i të gjithëve. Jo një planet i ri në skajet e sistemit diellor, por kuptimi se ne, krijesat e vogla në një planet të vogël rreth një ili mesatar, kemi fuqinë të kuptojmë universin që na rrethon. Kjo fuqi nuk vjen nga madhësia jon. Ajo nuk vjen nga forca jon. Ajo vjen nga aftësia jon për të menduar, për të arsyetuar, për të pyetur. Dhe kjo aftësi është gjëja më e mrekullueshme që ekziston në universin e njohur. Sepse sa e dim ne jemi të vetmit që e kanë atë. Ne jemi të vetmit që mund të shikojnë yjet dhe të pyesin nga erdhëm, ku po shkojmë, çfarë jemi. Këto pyetje nuk kanë përgjigje të lehta. Ndoshta ato nuk kanë përgjigje fare, por fakti që ne i bëjmë ato, fakti që ne nuk mund të ndalojmë së pyeturi, është ajo që na bën njerëzor. Kështu që kërkimi vazhdon. Teleskopët skanojnë, matematikanët llogaritën. Dhe diku, në errësirën e jashtme, ndoshta një planet po pret. Ose ndoshta jo. Por pavarësisht nga përgjigja, ne do të vazhdojmë të kërkojmë, sepse kjo është ajo që bëjmë. Kjo është ajo që jemi. Dhe në atë kërkim, në atë kuriozitet të palodhur, qëndron diçka më e thellë se çdo zbulim i vetëm. Qëndron shpresa. Qëndron mrekullia. Qëndron kuptimi se ne jemi pjesë e diçkaje më të madhe se vetja jon. Ne jemi pjesë e universit që po përpiqet të kuptojë veten. Dhe në atë përpjekje, në atë kërkim të pafund, ne gjejmë kuptimin. Jo në përgjigje, por në pyetje. Jo në destinacion, por në udhëtim. Sepse në fund, ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndoshta misteret janë më të bukura se zgjidhjeve. Ndoshta kërkimi vet është shpërblimi. Dhe ndërsa ju qëndroni këtu, në këtë moment, në këtë planet të vogël që rrotullohet në errësirën, kujtoni këtë. Ju jeni pjesë e një historie që filloi 14 miliard vjet më parë me Big Bangun. Ju jeni pjesë e një zinxhiri të pafund, shkakash dhe pasojash që ka çuar në këtë moment të saktë. Çdo atom në trupin tuaj ka një histori. Çdo mendim në mendjen tuaj është rezultati miliarda vjetëve evolucioni. Ju jeni, fjalë për fjalë, mënyra se si universi përjeton veten. Dhe kjo është gjëja më e mrekullueshme që mund të imagjinohet. Jo se ne jemi special, por se ne jemi pjesë e diçkaje aq të madhe, aq të vjetër, aq të mrekullueshme, sa që ne mezi mund ta kuptojmë. Kështu që herën tjetër kur shikoni qiellin natën, kujtoni këtë. Ato yje që ju shihni nuk janë vetëm pika drite. Ato janë dielli i dikujt tjetër. Ato janë vende ku ndoshta ka planet, ku ndoshta ka jetë, ku ndoshta ka dikush tjetër që po shikon prapa drejt nesh dhe po bën të njëjtën pyetje. A jemi vetëm? Ne nuk e dim përgjigjen, por fakti që ne e bëjmë pyetjen është ajo që na bën njerëzor. Dhe fakti që ne vazhdojmë të kërkojmë, edhe kur përgjigja është e fshehur në errësirën më të thellë, është ajo që na bën të mrekullueshëm. Sepse në fund, ne nuk jemi vetëm atome. Ne nuk jemi vetëm materie. Ne jemi materie që ka organizuar veten në një formë aq komplekse sa ajo mund të mendoj për origjinën e saj. Ajo mund të pyes për kuptimin e saj. Ajo mund të mrekulloj për vendin e saj në univers. Dhe kjo mrekulli, kjo aftësi për të qenë të habitur, është gjëja më e çmuar që kemi. Sepse ajo na mban kurioz, ajo na mban të hapur, ajo na mban njerëzor. Kështu që le të mbajmë atë mrekulli gjallë. Le të vazhdojmë të pyesin, le të vazhdojmë të kërkojnë, le të vazhdojmë të shikojmë lart dhe të pyesin. Çfarë tjetër ka aty që ne ende nuk e dim? Sepse në atë pyetje qëndron e gjithë aventura njerëzore. Në atë pyetje qëndron e gjithë shpresa jon. Në atë pyetje qëndron e gjithë bukuria e të qenit gjallë në këtë univers të mrekullueshëm, të misterit, të pafund.
Vendoshta, vetëm ndoshta, kjo është përgjigja që kemi kërkuar gjatë gjithë kohës. Jo një planet i ri, jo një zbulim i ri, por kuptimi se kërkimi vet është ajo që na bën njerëzor, që na bën të gjallë, që na bën pjesë e diçkaje më të madhe se vetja jon. Sepse ne jemi eksplorues, ne jemi ëndërintar, ne jemi krijesat që shikojnë yjet dhe nuk shohin vetëm dritë, por mundësi. Që shikojnë errësirën dhe nuk shohin vetëm të panjohurën, por aventurën. Dhe kjo aventurë nuk do të mbarojë kurrë, sepse sa më shumë që ne zbulojmë, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim. Sa më shumë që ne mësojmë, aq më shumë pyetje lindin. Por kjo është bukuria e saj. Kjo është mrekullia e saj. Kjo është arsyeja pse ne nuk do të ndallojmë kurrë së kërkuari, sepse në fund, ne nuk jemi vetëm duke kërkuar për një planet. Ne jemi duke kërkuar për veten tonë, për vendin tonë në univers, për kuptimin e ekzistencës sonë. Dhe në atë kërkim, në atë udhtim të pafund, ne gjejmë diçka më të vlefshme se çdo përgjigje. Ne gjejmë qëllimin, ne gjejmë mrekullimin. Ne gjejmë kuptimin se të qenit njerëzor do të thotë të jesh gjithmonë në kërkim, gjithmonë duke pyetur, gjithmonë duke shikuar përtej horizontit. Dhe kjo në fund është historia e vërtetë e planetit të nëntë. Jo nëse ai ekziston apo jo, por se ne jemi krijesat që nuk mund të ndalojnë së pyeturi, që nuk mund të ndalojnë së kërkuari.